Njerëzit që janë vërtet të lumtur nuk të sulmojnë kurrë. Disa njerëz mjafton t'ju thuash diçka dhe menjëherë janë gati për luftë, si me shpatë në dorë, gati për të goditur. Dhe kjo ndodh sepse thellë brenda tyre nuk janë të lumtur. Ata jetojnë gjithkohën në mbrojtje. Mendojnë se dikush po i sulmon, kur në të vërtetë askush nuk po u bën dëm, sepse askush nuk mund të të lëndojë nëse ti nuk e lejon. Shumica e njerëzve jetojnë duke menduar se çdo fjalë apo veprim i yti është për t'i dëmtuar, ndërkohë që shumë herë t'i flet sepse i do, sepse e do të mirën e tyre dhe do t'i shohësh mirë. Por në sytë e tyre gjithçka duket si sulm, dhe kështu gjithmonë janë të zemruar, të tensionuar, pa e ditur as vetë pse. Ndihen sikur gjithçka është kundër tyre, sikur të gjithë i tradhtojnë, i refuzojnë dhe i zhgënjejnë. Mos harro, çdo gjë në jetë është pasqyrim.